A do të bëhet autostrada e Gjilanit, Zoti Morina, se edhe që kjo është temë kyçe, pra çdo fushatë zgjedhore kjo prej kur ja ka nis prej Palekaj kur kanë ministër çfarë pat nis, kjo çdo palë zgjedhje kjo temë riciklohet dhe çaty është, pra s'ka ndodhur kurrë. Kjo, me thon drejtën, kjo është pika, si thonë, më e rëndësishme e kësaj ministrie, edhe puna më kryesore që duhet me kry. Kjo edhe rruga e Dolcit, Gjaku, po kjo ka më pak probleme. Këtu ne e kemi dalë, kemi diskutuar disa herë në terren, e kemi bërë një analizë të thuktë dhe shumë shpejt si të krijohen institucionet, do të dalim me një vendim ku ne do të bëjmë një zgjidhje e cila do të jetë zgjidhje që rruga më u përfundu gjatë brenda vitit 2027. Përndryshe ka shumë mbrapa, sidomos e 3 lotet e fundit. Kështu që ne aty rreziku është që le të themi dëmtohen edhe këto llotet më hershme, sepse ajo s'është në funksion, s'ka mirëmbajtje. Jo, nuk dëmtohen, sepse ne kur ta nshojmë do t'i fusim gjitha, për shembull lloti 1, 2, 3 janë të përgatitura, kanë ende pjesë pa përfunduar sinjalistika disa gjëra, por këto nuk ndikojnë në cilësinë e punimeve. Pjesa tjetër është shumë më e ngarkuar dhe kërkon një ekspertizë. Ajo çka është më rëndësi, kompanitë të cilat hynë me ndërtuat rrugë, duhet me qenë kompani të cilat kanë një kapacitet edhe hinë me çmime reale, nuk hinë me çmime tulta. Qysh kanë hinë atë kohë, për në atë kohë ndoshta kanë qenë çmime reale, por tash nuk janë ato, nuk mund mi kry. Autostrada, Gjilanit ka një kostë shumë atë madhe se është kontraktuar në atë kohë. Shumë atë madhe ka. Pra të arsye dhe ka metë... A ka qenë atëherë gabim, apo kanë qenë çmime tjera atëherë? Çmimet kanë qenë tjera, por edhe operatorët kanë hi me çmime më të ulta qëllimisht me marrë punën. Këto gabimi. Këto është gabimi sepse janë fregu se nuk e marrin sepse çmimi tjetër o më i ulët, ose tjetër i del më as. Pra këtu për këtë arsye ne duke u bazuar në ligjin e prokurimit, do ta nxjerrim rregulloren e cila i përcakton qartë kriteret për me dhënë tender një kompanie. Pra, a mund të funksionoj edhe çështja Zoti Morina, sepse edhe te ligji i prokurimit, pra përveç ofertës më të lirë që është vërtet që përmendet, mirë, po aty shkruan edhe tjetër gjë. Operatori i përgjegjshëm, pra, sepse ti mund të thonë që rrugën për Gjilan e kryj me 10 milionë euro, po s'mundesh me kryj as 2 kilometra me 10 milionë euro. Në ndërtimtari ekzistojnë standardet. Standardet janë një lloj ligji ose teorem që për me qenë investimi kapital i arsyeshëm do të jenë 3 parametra. Parametri parë, kualiteti, çmimi edhe afati kohor. Nëse si ki këto 3, ti çmimi ti e pranësi, e kualiteti si e pranësi dhe afati kohor, as ki bazë, do të thonë ti në një farë mënyrë nuk e ke kryer detyrën si duhet sipas ligjit. Pra të arsye, kjo duhet me reflektu shumë shpejt në kontratat të cilat duhet bëhen tashëtutje.